Brikena Selmani dhe Mateo Bori kanë diskutuar sërish raportin me njëri tjetrin. Ata kanë folur pas puthjes që banori tentoi t'ia vidhte që më pas pati hatërmbetje nga ana e modeles. Ajo i thot se është vajzë dhe se shikohet ndryshe nga jashtë e që nuk do të shfaqet e tillë. Megjithatë, i thot se është e gatshme të dalë me të për të vazhduar marrëdhënien jashtë. Normalisht që kam pëlqim për ty, sa që edhe me dal ti pas nesër unë jam e gatshme me dal me ty edhe me vazhdu marrëdhënien jashtë. Në qoftë se sot nuk ka ndodhur një puthje, është për faktin se unë i mendoj gjërat shumë largush prej ajo. Më tej theksoj, unë jam femër dhe nesër pas nesër mua më nxe kokën dikush. Fakti që jam afruar me ty, kam dashur thjesht puthja të jetë spontane. Brikena bën me dije se ka pëlqim të vërtet, por do që gjërat mes tyre të rrjedhin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.